Mos i hidhni më lëvoret e mandarinave. Si t'i përdorni për të trajtuar këto probleme? Dimri është stina e mandarinave dhe përveç fruti që është shumë i dobishëm, është edhe lëvorja e tij. Mandarinat janë të pasura me vitamina antioksidant dhe elemente të tjerë të dobishëm, ndërsa ky frut arritet në pemë përmban një sasi shumë të vogël të metaleve të rënda që grumbullohen në tokë. Për shkak të kësaj, lëvorja e mandarinës natyrale pa përdorur pesticide mund të përdoret edhe në shërbim të shëndetit tuaj. Mjekët thanë theksuar se lëvorja e thatë përdoret në shumë mënyra për tretjen, nxitoreksin dhe përshpejton procesin dhe forcimin e organizmit. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e frymëmarrjes. Bëni çaj me lëvore natyrale të mandarinave dhe do të ndihmoni edhe për lehtësimin e frymëmarrjes. Ajo mund të lehtësojë problemet e bronkitit, do ju ndihmojë me fryrjet e barkut dhe lehtëson gjithashtu edhe kollën e thatë.